ish presidenti i Republikës Kosovës sot e ka vizitu prindin e vet në ÇKUK për shkak të shëndetit dhe e mrekullueshme, e manitshme sa shumë qytetarë kanë dalë me vizitu, po më janë shumë keq që Ministri i Punëve të Brendshme nuk e ka marrë me bu një farhapi kështu burrëror, me dalë me thonë policëve të Oleksit dhe shpak, këtu s'keni jurisdiksion, të marrin policia e ojnë për në spitale dhe e kthejnë ja bim prap këtu. I shkon ndoshta po mendoj edhe sipas me rruga më e durë dhe më ka thënë që ka këtu, ka dalë, ka njerëz tjerë që vetëm për këtë shtet. Merr shumë keq ai që reagoi policia aty te doktorri, se në fund ditës doktorri është më i lartë se policia. A vëden, me pakon që në Kosovë ju betona që ku sa kesh kisha reagu që aty në prezencë, e di që më kishin arrestu, e di që më kishin rre, e di këta natë, po shumë kesh kisha reagu kur e kisha pa që atë reagim të policit ndaj doktorit. Ati doktorit, respekt pa fund, e shpresojmë që me pa tha që një të vizitu prindim, po t'u këthyn Kosovë sa ma shpejt dhe jo vetëm thashin të gjithë ata atje që janë në gjykatën më të padrejtë në botë, e cila ka pas për qëllim me ndyt Kosovën, kur e ka pas që s'po mundet me organe, kanë fillu me do super ideja të mërshme.